Pse lat mandatin? Cila ishte është? Pse lat mandatin? Ju jeni më i votuar në Durrës dhe sigurisht keni pasur për Ja kërkoj partia apo e lat personalisht? Çfarë janë kaq flet? E bot për të shmang kompetencën për të gjykuar në Durrës? Dosjen hetimore për tjetërsimin e pronave shtetërore në zonën e Shkallnurit në Durrës, ku i pandehur është ish deputeti socialist Jurgis Qyrbja, është zbuluar një skem mashtrimi me përdorimin e dokumenteve të falsifikuara në emër të një gruaje të verbër. Zonja me mbiemër Gjeçi, e cila që prej vitit 2013 kishte humbur shikimin dhe kishte përfituar statusin e të verbrit, rezulton në dokumentet e hipotekës sikur ka kryer veprime notariale, përfshirë autorizimin e të tretëve për shitjen e një sipërfaqeje prej 13.500 metra katror. Kjo pronë u regjistrua fillimisht në emër të familjarëve të saj dhe u shit në qershor 2015 nga një person i autorizuar, Gëtushe. Por një nga trashëgimtarët Gjeçi ka deklaruar në SPAK se nuk kishte dijeni për këtë shitje dhe nuk njihte as pak personin e autorizuar. Vetëm një muaj pas kësaj shitjeje, në korrik 2015, në cilësinë e drejtuesit të hipotekës, Jurgis Qyrbja lëshoi certifikatën hipotekore në emër të blerësve Xhafa dhe Merja. Në vitin 2018, këta të fundit përdorën pronën si kolateral për një kredi 23.000 euro. Pas 3 vitesh hetime, SPAK zbuloi se Qyrbja kishte kryer, në bashkëpunim me zyrtar të tjerë, 5 raste të shpërdorimit të detyrës në regjistrimin e pronave në fshatin Rashbull. Të pandehur në këtë çështje janë marrë edhe ish kryetari i komunës Rashbull, Hysen Gashi, si dhe 4 zyrtar të tjerë të EVRPPS dhe komunës.